është shumë më tepër se një mjet pagese. Ajo është kujtesë historike, besimi ndërtuar ndër vite dhe shprehje e identitetit kombëtar. Monedha shqiptare ka materializuar fuqinë e shtetit dhe aspiratën e shoqërisë sonë për stabilitet dhe zhvillim. Pas themelimit të Bankës Kombëtare në vitin 1925, një vit më vonë, në vitin 1926, Shqipëria hodhi një hap vendimtar në konsolidimin e sovranitetit të saj monetar, duke vendosur në qarkullim monedhën kombëtare të emërtuar në atë kohë, frangu ar. Ky ishte momenti kur ekonomia shqiptare mori një formë të qartë institucionale dhe një simbol të përbashkët të vlere. Me kalimin e kohës, sistemi monetar u konsolidua përfundimisht rreth lekut, i cili në vitin 1947 u përcaktua si njësia bazë e monedhës kombëtare dhe vijon të jetë edhe sot simboli i qëndrueshmërisë dhe identitetit ton monetar. Çdo kartmonedhë dhe çdo monedhë metalike është bartëse jo vetëm e vlerës ekonomike, por edhe e gjurmëve të kohës, të kulturës dhe traditës sonë. Monedha kombëtare ka shoqëruar çdo etapë të historisë sonë, ka kaluar në periudha transformimesh të thella dhe ka reflektuar ndryshimet politike, shoqërore dhe ekonomike, duke ruajtur vijimsinë e saj në jetën e përditshme të qytetarëve. Në këtë rrugtim shekullor, Banka e Shqipërisë ka qenë garantja e stabilitetit monetar. Ajo ka vepruar nën pothuajse të gjitha regjimet monetare, nga standardi i arit, te kontrolli i fortë i planifikimit të centralizuar, e deri te kornizat monetare të politikës monetare dhe synimit të stabilitetit të çmimeve. Përmes çdo tranzicioni, ajo është përpjekur të ruajë rolin e vet si një institucion i qëndrueshëm në rrethana shpesh të vështira, hera herës të jashtëzakonshme. Me përgjegjësi dhe profesionalizëm, banka ka siguruar emetimin e paras, ruajtjen e vlerës së saj dhe funksionimin normal të sistemit monetar. Evoluimi i dizajnit, teknologjisë dhe elementeve të sigurisë ka reflektuar progresin institucional dhe modernizimin e vendit. Sot, në një realitet të shënuar nga inovacioni dhe digitalizimi, roli i monedhës po evoluon. Format e pagesës po modernizohen, por parimet mbeten të pandryshuara, stabiliteti, siguria dhe besimi. Leku, si monedha jonë kombëtare, vijon të jetë një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë shqiptare dhe një simbol i vazhdimësisë sonë monetare. Viti 2026 shënon një shekull monedhë kombëtare, 100 vjet histori, përgjegjësi dhe besim të ndërtuar ndër breza. 100 vjet monedhë kombëtare përfaqëson një histori besimi e ndërtuar me përkushtim ndër breza. Kjo histori dëshmon rrugtimin e një vendi që përmes sfidave dhe transformimeve ka ditur të ruajë stabilitetin monetar dhe besueshmërinë e institucioneve të tij. 100 vitet e monedhës kombëtare nuk janë thjesht një përvjetor, janë dëshmi e qëndrueshmërisë dhe e vizionit për të ardhmen, një histori që vazhdon. Banka e Shqipërisë, i shërbejmë stabilitetit, besimit dhe zhvillimit të vendit.